Presidenti Amerikan Donald Trump po mendon t'i jap mikut të tij Gianni Infantino një detyrë shumë të madhe se drejtimi i futbollit botror. Kreu i Shtëpisë së Bardhë dëshiron që presidenti aktual i FIFA-s të kandidojë për postin e sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, OKB, duke zëvendësuar Antonio Guterresin në fund të vitit 2026. Lajmi është raportuar nga gazeta amerikane New York Post, e cila citon burime pranë administratës së Trump. Sipas tyre, presidenti amerikan u ka folur personave të afërt për mundësinë që Infantino të drejtojë organizaton më të madhe ndërkombëtare në botë. Trump besohet se e konsideron presidentin e FIFA-s si një figurë të respektuar ndërkombëtarisht dhe si një drejtues me aftësi për të krijuar ura mes vendeve dhe popujve të ndryshëm. Sipas raportimit, presidenti amerikan mendon se Infantino respektohet nga të gjithë dhe se ka një aftësi të veçantë për t'i bashkuar njerëzit. Për Trump, drejtimi i një organizate me 211 federata kombëtare futbolli mund të shërbejë si dëshmi se Infantino është i aftë të menaxhojë edhe një strukturë shumë palshe si OKB-ja. Megjithatë, deri në këtë fazë bëhet fjalë vetëm për një ide të promovuar nga Trump dhe njerëzit e afërt me të. Nuk ka ende një njoftim zyrtar nga Shtëpia e Bardhë, ndërsa vetë Infantino nuk ka deklaruar publikisht nëse është i interesuar të largohet nga FIFA dhe të hyjë në garë për drejtimin e OKB-s. Edhe FIFA nuk ka dhënë një koment zyrtar mbi raportimin. Mandati i sekretarit aktual të përgjithshëm Antonio Guterres përfundon më 31 dhjetor 2026. Procesi për zgjedhjen dhe emërimin e pasardhësit të tij është tashmë në zhvillim, ndërsa kandidaturat po shqyrtojnë gjatë këtij viti. Posti i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s nuk fitohet përmes një votimi të drejtpërdrejtë nga shtetet anëtare. Fillimisht, kandidati duhet të marrë rekomandimin e Këshillit të Sigurimit, ku bëjnë pjesë 15 vende. Pesë anëtarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit, Shtetet e Bashkuara, Kina, Rusia, Franca dhe Mbretëria e Bashkuar kanë të drejtën e vetos. Kjo do të thotë se kundërshtimi i vetëm njërit prej tyre mund ta bllokojë kandidaturën. Pas rekomandimit të Këshillit të Sigurimit, emri i kandidatit i kalon për miratim Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Për këtë arsye, mbështetja e Trump do t'i jepte Infantinos një avantazh të rëndësishëm, por nuk do t'ishte e mjaftueshme për ta vendosur automatikisht në krye të organizatës. Presidenti i FIFA-s do duhet të siguronte edhe pranimin e fuqive të tjera të mëdha, të cilat mund ta shohin me dyshim kandidaturën e një personazhi kaq të lidhur me presidentin amerikan. Infantino dhe Trump kanë krijuar një marrëdhënie të afërt gjatë viteve të fundit, veçanërisht në periudhën e përgatitjeve dhe zhvillimit të kampionatit botror të vitit 2026 në Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Meksik. Presidenti i FIFA-s është shfaqur disa herë për krah Trump në aktivitete publike dhe ceremonitë lidhura me turneun. Kjo afërsi ka shkaktuar edhe kritika, pasi kundërshtarët e Infantinos e kanë akuzuar atë se po afron gjithnjë më shumë FIFA-n me pushtetin politik, por pikërisht kjo marrëdhënie duket se ka bindur Trumpin se Infantino mund të jetë njeriu i duhur për OKB-n. Sipas New York Post, një nga personat që mbështet idenë është Paolo Zampoli, një biznesmen dhe diplomat i afërt me Trumpin, i cili njëkohësisht ka marrëdhënie miqësore edhe me Infantino. Edhe me Infantinon, Zampoli argumenton se presidenti i FIFA-s ka përvojën dhe energjinë e nevojshme për t'i dhënë një frymë të re organizatës ndërkombëtare. Mbështetësit e idesë bëjnë një paralelizëm mes FIFA-s dhe OKB-s. Të dyja organizatat kanë anëtarësi globale dhe duhet të balancojnë interesa të ndryshme politike, ekonomike dhe rajonale, por kritikët theksojnë se drejtimi i futbollit botror është shumë i ndryshëm nga menaxhimi i krizave ndërkombëtare, luftrave, urisë, ndryshimeve klimatike dhe konflikteve mes fuqive bërthamore. Një tjetër pengesë për Infantinon lidhet me balancat rajonale. Ekziston një pritshmëri e fortë që sekretari i ardhshëm i përgjithshëm të vijë nga Amerika Latine ose Karaibet, pasi këto rajone nuk e kanë mbajtur prej dekadash postin më të lartë të OKB-s. Ndër emrat më të njohur të përmendur në garë janë ish presidentja e Kilit Michelle Bachelet dhe drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike Argentinasi Rafael Grossi. Sipas New York Post, megjithatë, disa persona pranë administratës amerikane e konsiderojnë listën aktuale të kandidatëve të dobët dhe besojnë se hyrja e Infantinos në garë do ta ndryshonte plotësisht dinamikën e procesit. Bachelet, e cila ka shërbyer edhe si komisionere e lartë e OKB-s për të drejtat e njerëzit, mund të përballet me rezerva nga administrata amerikane, ndërsa Grossi, për shkak të origjinës së tij argjentinase, mund të has skepticizëm në Londër për shkak të mosmarrëveshjes së vjetër mes Argjentinës dhe Britanisë për ishujt Falkland. Megjithatë, asnjë prej këtyre kundërshtimeve nuk është konfirmuar si një veto zyrtare dhe procesi mbetet i hapur. Lëvizja e Trumpit është interesante edhe për shkak të marrëdhënies së tij të tensionuar me Kombet e Bashkuara. Presidenti amerikan ka kritikuar vazhdimisht organizatën për mungesë efektiviteti, shpenzime të larta dhe pa aftësi për të ndalur konfliktet e mëdha. Administrata e tij ka mbajtur qëndrime të ashpra ndaj disa agjensive dhe strukturave shumë palshe, duke kërcënuar që Shtetet e Bashkuara të mos financojnë institucione që sipas Trumpit nuk mbrojnë interesat amerikane. Për këtë arsye, vendosja e një aleati të afërt të Trumpit në krye të OKB-s mund të shihet si një përpjekje për ta ndryshuar organizatën nga brenda dhe për të përmirësuar
marrëdhëniet mes Washingtonit dhe selisë së Kombeve të Bashkuara. Në të njëjtën kohë, kjo afërsi mund të kthehet në një pengesë për Infantinon. Vende të tjera mund të shqetësohen se në drejtimin e tij, OKB-ja do të ndikojë më shumë nga politika e administratës amerikane. Ka edhe një ndryshim të madh financiar mes dy detyrave. Sipas raportimit të gazetës amerikane, Infantino përfiton rreth $6 milion në vit në krye të FIFA-s, ndërsa paga e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s është rreth $418,000. Kjo do të thotë se pranimi i postit të OKB-s do cillte për të një ulje të ndjeshme të ardhurave, por njëkohësisht do ta zhndërronte nga drejtuesin më të fuqishëm të futbollit në një prej figurave më të rëndësishme të diplomacisë botërore. Infantino drejton FIFA-n që prej vitit 2016. Gjatë mandatit të tij, organizata ka rritur të ardhurat dhe ka zgjeruar kompeticionet, por drejtimi i tij është shoqëruar edhe me kritika për përqendrimin e pushtetit, mungesën e transparencës dhe marrëdhëniet e afërta me udhëheqës të fuqishëm politik. Tani Donald Trump duket se dëshiron ta largojë simbolikisht nga futbolli dhe ta dërgojë në fushën më të vështirë të diplomacisë ndërkombëtare, por për momentin Infantino nuk është një kandidat zyrtar. Nuk dihet nëse dëshiron të kandidojë, nëse Trump ja ka propozuar personalisht detyrën apo nëse vendet e tjera anëtare do ta pranonin emrin e tij. Ajo që dihet është se mbështetja e presidentit amerikan e ka futur papritur kreun e FIFA-s në debatin për pasardhësinë e Antonio Guterresit.